Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur tek ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të çoj vëmendjen tek presidentja e televizionit më të famshëm shqiptar, televizionit Top Channel, Lori Hoxha, e cila pas të bërit nën është shfaqur për herë të parë. Ne dim shumë bukur që viti 2026 ka qenë një vit bekimi për Lorin dhe për bashkëshortin e saj, pasi që Lori u bën nën për herë të parë dhe me patjetër ka shijuar atë ndjesinë e mëmësisë, ka shijuar atë ndjesinë e dashurisë dhe ka jetuar momentin e bukur së bashku me familjen e saj të bekuar. Lori ka qenë në një takim, në një bisedë, në një trajnim ku duket në ditët e saj më të bukura, ku duket me energjinë më pozitive dhe është po e njëjta Lori siç e kemi parë edhe më parë se Lori të bëheshte nën. Fotografitë e Lorit kanë marrë në fakt një vëmendje të jashtëzakonshme, menjëherë mediat kanë filluar t'i komentojnë rikthimin e saj, rikthimin që Lori në fakt ka bërë në jetë dhe atë dashurinë që Lorit i dhan mediat, atë dashurinë që Lorit i dha edhe fëmia. Siç duket Lori me shumë intenzitet po vendos që të rikthehet në Top Channel për të sjell programacion shumë të bukur dhe për t'i ngritur edhe më shumë namin këtij Big Brotheri që siç duket vjen me shumë konkurrencë nga ana e televizioneve të tjera. Lori nuk ka fol asnjëherë për privatësinë e saj, nuk ka fol asnjëherë për jetën e saj, por siç duket gjërat janë duke shkuar më së miri, ajo tashmë ka vendosur që të jetë më prezente dhe normalisht rikthimi i saj merr një vëmendje të madhe tek publiku. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju rikthimin e Lorit dhe çfarë shikonin tek Lori. Unë shoh linja është shumë korekte, domethënë Lori është munduar që ta ruan edhe pamjen që ka patur, ta ruan edhe trupin që ka patur, ta ruan edhe linjën që ka patur dhe siç duket po kthehet më fort se kur tek publiku shqiptar.